Disa muaj para datës së lindjes së një gruaje shtatzën, ajo u shpall tragjikisht e vdekur trurisht. Të gjithë kishin frikë për foshnjën, por kur mjekët kontrolluan, ajo që pani la të gjithë të tronditur. Menjëherë pasi babai dëgjoi çfarë kishte ndodhur, ai mori masa. Dashuria e një nëne për fëmijën e saj është diçka e rrallë, e patrembur, e zjarrt dhe pa kufi. Një nënë është gati të bëjë gjithçka për të siguruar fëmijën e saj. Por një nën, Sandrën, ajo ishte gati të sakrifikonte gjithçka, por nuk dyshoi kurrë se vendimi i saj do të ndante familjen. Sandra jetonte një jetë të bukur dhe të thjeshtë me burrin e saj Miguel. Ata kishin një fëmijë bashkë dhe rritën atë ashtu siç e konsideronin të drejtë. Martesa e tyre ishte lumtur, pasi respektonin dhe toleronin njëri tjetrin. Por, ndërsa Miguel mund të betohej se e njinte gruan e tij si pëllëmbën e dorës, ajo po fshinte një sekret të thellë. Sandra kishte një shenjë të vogël në bark, të cilën Miguel mendonte se vinte nga një problem i lehtë me veshkat në të kaluarën, por në të vërtetë ishte shumë më tepër. Fatkeqësisht Miguel e mësoi të vërtetën e hidhur kur tashmë ishte tepër vonë. Kur djali i tyre mbushi 8 vjeç, Sandra mbeti shtatzan për herë të dytë. Familja siç priti ishte gëzuar, por fatkeqësisht kjo lumturi nuk zgjati gjatë. Disa javë pas shtatzanisë, Sandra u sëmur dhe vizitoi spitalin për disa kontrolle. Atje, jeta e saj dhe e të gjithë atyre që i donte filloi të shembej. Historiku i saj shëndetësor ishte i dobër. Ajo kishte luftuar me pneumoni, probleme me zemrën dhe më e keqa, kancer të veshkave. Pasi i tregoi mjekut gjithçka dhe përshkroi simptomat e saj aktuale, ai rekomandoi disa teste. Kur rezultatet dolën, Sandra tashmë zbet nga tmerri, nuk mund të besonte se ishin të sajat. Testet treguan se kanceri i veshkave ishte kthyer dhe ajo ishte në një gjendje kritike. Nga frika, Sandra mbeti pa frym, mendja e saj ende kudo. Mjeku e këshilloi të ndërpriste shtatzanin për të mirën e saj, por ajo nuk gjeti fjalët për të përgjigjur. Kur u përpoq të fliste, buzët i dridheshin, kështu që u largua pa thënë asgjë. Mendime të ndryshme i pushtuan mendjen. A do të mbijetonte? Çfarë do të bëjë me foshnjën e saj të palindur? Pavarësisht frikës, ajo shikoi barkun e saj dhe aty gjeti një arsye për të vazhduar. Ajo vendosi të sakrifikonte gjithçka për foshnjën, por atë ditë bëri edhe një gabim të madh. Ndërsa shtatzania përparonte, Sandra i fshinte frikrat nga të gjithë, përfshir burrin e saj. Ajo e bëri këtë me të gjithë forcat deri në një mëngjes tragjik, kur e vërteta doli. Një natë para atij mëngjesi, Sandra dhe Miguel ftuan miqt për darkë. Ishte një mbrëmje takimi dhe të gjithë dukeshin në formën e tyre më të mirë. Përveç kësaj, ajo natë u kujtonte edhe takimin e tyre të parë, kështu që ishte një moment i veçantë për të dy. Pas darkës, ata ulën rreth ryezës duke bërë biseda të bukura dhe duke luajtur letra. Ishte një moment për të qenë mirënjohës për gjërat e thjeshta që u kishte dhënë jeta. Por, ndërsa zbardhi dita, gjithçka ndryshoi shpejt. Rreth orës 5 të mëngjesit, Sandra u largua nga grupi duke thënë se kishte nevojë të flinte. Miguel e puthi në faqe dhe e pa të hynte në dhomë, sikur ta dinte se ai do të ishte momenti i fundit i qetë që do të ndante me të. Pak çaste pasi Sandra u largua, Miguel dëgjoi një zhurmë të çuditshme nga banjo. I tronditur, ai vrapoi atje dhe u përpall me një pamje që i theu zemrën në një mënyrë që fjalët nuk mund ta shpjegojnë. E shtrirë në dyshemen e banjës ishte Sandra, e lagur nga lotët dhe djersët, por ajo që e bëri Miguelin të panikose kaq shumë, ishte shikimi i rënd në sytë e saj. Ajo duke ja që zbet, pa forcë dhe mbante kokën duke u dridhur nga dhimbja. Unë do të vdes, koka ime duket sikur do të shpërthej, qau Sandra. Por gjithkohën shqetësimi i saj vetëm ishte foshnja në barkun e saj. Duke mbajtur në krah, Miguel vendosi një peshqir të lagur rreth kokës së saj dhe thirrri ambulancën. Ndërsa priste mjekët, ai nuk i hoqi syt nga gruaja e tij për asnjë sekond. Vazhdoi të fliste dhe pse ajo mendsi përgjigjej duke rrotulluar syt. Ajo kishte shumë dhimbje dhe kjo ishte e padurueshme. Kur mbërritën mjekët, Sandra ishte pothuajse pa ndjenja. Ata e dërguan menjëherë në spital dhe ajo u shtrua. Pas një sër testesh, mjekët zbuluan më të keqen. Ajo tashmë ishte e vdekur klinikisht. Pasi mësoi për fatkeqësinë e gruas së tij, bota e Miguelit mori pafund papritur. Asgjë që than mjekët apo familja nuk e ngushëlloi. Ai mendoi se kishte humbur gjithçka, gruan e tij dhe foshnjën e palindur brenda saj.
Disa orë pasi Sandra u shpall e vdekur klinikisht, familja filloi të bënte përgatitjet për funeralin. Mjekët planifikuan të hiqnin nga ventilatori të nesërmen. Të gjithë kishin hequr dorë nga fëmia që Sandra mbante. Ata supozuan se dhe ai kishte vdekur. Megjithatë, diçka që mjekët bën të nesërmen ndryshoi rrjedhën e historisë. Atë ditë ata kryen disa teste për foshnjën e palindur dhe kur dolën rezultatet, mjekët nuk mund të ndalonin së bërtituri. Testet treguan një rrajë zemre. Djali ishte ende gjallë. Kur në jetën time nuk kam parë një person të vdekur me një foshnjë të gjallë brenda saj, tha një mjek. Kur mjekët informuan Miguelin, ai mbeti shtangur. Isha duke u përballur me trishtimin e vdekjes së saj dhe pastaj ky gëzim brenda meje, tha ai. Por sa i lumtur që ishte, ai kishte edhe shumë frikë. Foshnja e palindur ishte vetëm 17 javëshe dhe kishte ende rreth 4 muaj para lindjes. Ishte vërtet një sfidë e madhe dhe Miguel nuk e dinte nëse djali do të mund ta kalonte. Edhe mjekët nuk ishin të sigurt. Ata mund të bënin vetëm më të mirën e tyre. Çdo ditë ata i këndonin këngë qetësuese foshnjës përmes barkut të nënës dhe madje përkëdhelnin. Kjo periudhë pritjeje ishte një nga momentet më të vështira të jetës së Miguel. Ndonjëherë ai madje fikte telefonin sepse nuk donte të merrte telefonata nga spitali. Çdo ditë kisha frikë nga telefonata që thoshte se ai nuk ja doli, rrëfente Miguel. Por ky djalë i vogël rezistoi, duke luftuar që sakrifica e nënës së tij të mos shkonte dëm. Për fat të mirë, ai sfidoi shanset dhe doli fitimtar. Në javën e 37, mjekët vendosën se ishte koha për të lindur djalin. Jashtë sallës së operacionit, Miguel priste me ankth lajmet për lindjen. Shpejt do të zbulonte se nuk kishte nevojë të kishte frikë. Kur operacioni mbaroi, kirurgu doli dhe i tha Miguelit të friksuar se tani ai ishte baba. Duke përshkruar se si ndihej, Miguel tha: "Nuk mund të flisja, isha vërtet i zbet dhe po dridhesha." Më vonë, mjeku i tha se mund të takonte djalin të quajtur Lorenzo. Kur Miguel e pa, lotët i rodhën nga syt. Ai e donte djalin aq shumë sa i dhimbte. Dëshironte që nëna e tij të mund të shinte fëmijën e mrekullueshëm që kishin. Kur e pash, nuk mund të ndaloja së buzëqeshuri. Ishte një fëmijë i plot, me flokë të zi, i shtrirë anash, duke u dukur vërtet i relaksuar, tha Miguel. Për disa nga javët e ardhshme, Miguelit nuk u lejua të prekte djalin, sepse ai ende gjendej në inkubator. Fatkeqësisht, disa ditë pas lindjes së Lorenzos, shpërtheu një luftë familjare që Miguel nuk e kishte parashikuar. Prindërit e gruas së tij donin kujdestarinë e djalit, duke pretenduar se Miguel nuk mund të kujdesej për të. Por ky burr nuk mund të lejonte askënd t'i merrte të drejtat prindërore, kështu që mori masa. Edhe pse nuk ishte i sigurt nëse mund të kishte gjithkohë në botë për të kujdesur për djalin, ai ishte gati të bënte gjithçka në fuqinë e tij për ta bërë të funksiononte. Për fat, gjatë kësaj periudhe, Miguelit u dha leja atësie dhe amësie, kështu që kishte kohë të mjaftueshme për të kujdesur për fëmijën e tij të porsalindur. Në vend të përballjes me mosmarrveshje, Miguel zgjodhi të bënte paqe me familjen e Sandrës. Ai besonte se të gjithë mund të donin Lorenzon e vogël pa u zënë. Duhet të ndalojmë këto zënka, sepse Lorenzo ka nevojë për dashuri dhe të çmohet nga e gjithë familja, tha ai. Për fat të mirë, plani i tij funksionoi. Të gjithë ranë dakord që gjyshërit e djalit mund të kujdeseshin për të, ndërsa Miguel ishte në punë. Sa për Miguelin, ai nuk e gjeti të vështirë të kombinonte detyrat e nënës dhe babait. Ai madje i vendoste pelena djalit të vogël në mënyrë perfekte, fal Google-it. Më vonë, Miguel mësoi se gruaja e tij kishte pasur kancer të veshkave gjatë kohës që ishte shtatzan. Edhe pse u tronditë që nuk e dinte, ai respektoi vendimin e saj. Aktualisht Lorenzo po merr dashuri dhe kujdes të tepërt nga babai, hallat dhe gjyshërit e tij. Të gjithë duan një pjesë të këtij fëmijë të ëmbël. Ai është kaq i bukur, është krenaria dhe gëzimi ynë, tha Miguel. Jam i sigurt që sa herë Miguel shikon në sytë e djalit të tij, kujton dashurinë dhe sakrificën pa kufi të Sandrës.